Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të rrëfyer të fundit, dinamikat më të fundit rreth ngjarjes së përdhunimit së 12 vjeçares në fshatin Piskupat të Pogradecit nga një i moshuar i moshës 67 vjeçar Rushan Selko. Ngjarja ka ndodhur pikërisht në banesën e 67 vjeçarit, pasi që kanë patur një njohje edhe familjare, do me thënë vajza ka qenë e afërt në familjen e saj, por edhe në familjen e Rushanit. Por çfarë ka ndodhur më tej, do me thënë është një ngjarje që në fakt na ka tronditur që të gjithëve. Një ngjarje e rëndë është zbuluar në fshatin Piskupat të Pogradecit, ku një vajzë 12 vjeçare ka rezultuar shtatzënë rreth 22 javësh pas një vizite të saj në spital. Dyshohet se ajo është abuzuar seksualisht nga Rushan Selko, një i moshuar 70 vjeçar me një njohje familjare. Gjykata e Korçës ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për 67 vjeçarin Rushan Selko, i akuzuar se ka përdhunuar dhe ka lënë shtatzënë një vajzë 12 vjeçare. Sipas policisë së Korçës, ngjarja e rëndë dyshohet se ka ndodhur gjatë muajit gusht të vitit të 2025, kur Selko ka abuzuar seksualisht me fëmijën e tij të mitur në banesën e tij në fshatin Piskupat të bashkisë së Pogradec. Gjatë kësaj kohe, ai e ka kërcënuar të miturën që të mos t'i tregonte prindërve për atë që në fakt kishte ndodhur. Rasti u zbulua nga prindërit e vajzës, të cilët të vunë re ndryshime të dukshme fizike tek vajza. Pas ekzaminimit mjekësor, u konstatua se e mitura ishte 22 javëshe shtatzënë, ndërsa më pas ajo ka rrëfyer edhe ngjarjen e rëndë. Në ditën e djeshme, në emisionin Shqipëria Live në televizionin Top Channel, gjyshi i 12 vjeçares së përdhunuar nga i moshuari në Pogradec ka dhënë një intervistë ekskluzive. Ai ka këmbëngulur duke kërkuar zgjedhje nga drejtësia për rastin e mbesës së tij. Duam që t'i siguroj vajzës një vend të sigurt, mos të ngeli aq e traumatizuar, thot gjyshi, sepse është e traumatizuar. Gjithashtu ai ka shtuar detajet nga përdhunimi, duke thënë se vajza e djalit të tij është lidhur nga i moshuari dhe është abuzuar në mënyrë të dhunshme duke i mbyllur gojën. Do me thënë, Rushani, sipas rrëfimit të gjyshit, e ka lidhur këtë gocën dhe ka filluar që ta abuzoj seksualisht duke ja mbyllur gojën, me thënë e ka bërë me kërcënime këtë gjë. Përveç kësaj, thot, mbesa e tij e vogël nuk pranon të shkojë më në shkollë sepse nuk ka motrën e madhe. Do me thënë janë dy vajza këto në shtëpi. Motra e 12 vjeçares nuk don më të shkon në shkollë. Fjalët e gjyshit kanë prekur në studion e emisionit Shqipëria Live, ku të ftuarit kanë shprehur në emocione edhe në lot. Po ai ta lidhi vajzën militar edhe t'ia mbylli gojën. Çfarë? Ku u pa kjo gjë, thot gjyshi? Djali ka 2 vajza dhe ka një tjetër 8 vjeçe që nis shkollën sërish, thot. E vogla nuk do të shkojë në shkollë sepse nuk ka të madhe. Do më ngelet vajza pa shkollë, thot gjyshi. Shteti po të ketë mundësi, sepse këtu nuk vinë as fëmijët, as djali, sepse ai do të rri pas fëmijëve. Shtetit i lutem të bëj diçka. Kaq kisha, s'kam më për të folur, thot gjyshi. Ju faleminderit, erdhët edhe e morët mesazhin ton. S'kemi gjë send, as me mbesat, me fëmijët, vetëm me këtë kërkojmë nga drejtësia, mos të shohin interesin apo diçka tjetër. Për ne, kjo është e rëndësishme dhe kërkojmë të mos të lehtësohen dënimet që do t'jepen
kundërdrejt Selkos. Kjo që më ndodhi mua, thot, mos i ndodh të kujt. Nuk na shkonte në mendje kur. Jo kriminal, po s'ke se çfarë i thuam. Duam që shteti të marrë masat dhe të zbatoj ligjin me të. Ndryshe, do na lërë në sherë tër jetën me të. O shteti, thot gjyshi, o unë. Sa të jem gjallë, thot, duam nga shteti të zbatoj ligjin. Kemi punën vetëm me të, ka thënë gjyshi i vajzës. Ndërkohë, gazetarja tregoi se dy familjet kishin hyrje dhe dalje me njëra tjetrën. Madje, autori Rushan Selko dhe bashkëshortja e tij e urdhëronin vajzën 12 vjeçare për ndihmë. Domethënë, marrëdhënia në këtë familje ka qenë jashtëzakonisht e bukur. Unë uroj që shteti shqiptar, si të gjitha rastet e tjera që me të drejtë në fakt kanë qytetarët të humbin besimin tek gjykata, tek shteti, sepse historitë që ka ndodhur më herët dhe padrejtësitë që ka ndodhur kundërdrejt historive të tjera lën shumë për të kuptuar dhe lën shumë për të dyshuar, dhe normalisht qytetarët janë të zhgënjyer, janë zemërthyer dhe heqin dorë nga besimi në shtet. Unë jam i bindur që rasti i tillë, që është një rast njëherë pikë së pari që të prek emocionet, të prek ndërgjegjen, ashtu siç ne si gazetar që ngrem zërin sepse të kesh ndjenja seksuale për një fëmijë 12 vjeçar që në moshën në të cilën ky zotëri, nëse mund t'i themi zotëri, është, domethënë është gjyshi i saj, është e turpshme për veten tënde njëherë, e lëre më për rrethin, për familjen, për ambientin ku Selko jeton. Unë uroj me zemër që drejtësia të bëj punën e saj, uroj me zemër që të mos të bëhet më e madhe si gjë, sepse me të drejtë, normalisht po preke në nder, po preke në gjëra të këtilla, edhe burgut i themi hapu, sepse nuk është e bukur, ti ke prekur në gjën më të shenjtë të tyre, domethënë atë vajzën, kjo vajzë më është marrur në qafë dhe gjatë gjithë kohës do të jetoj me fenomenin e fjalëve që fliten për të, e gjërave që thuhen për të, sepse jetojmë në një shoqëri aq të thellë sa që dëshirojnë të dinë se si ndodhi, çfarë ndodhi, dhe në qoftë se e pyesin sa më shumë, e zhysin sa më shumë brenda kësaj ngjarje, mendojnë që në fakt ato e ngushëllojnë, por përkundrazi ato e lëndojnë më shumë. Unë uroj me zemër që shteti të merr vendimin e vet, dhe këto njerëz që kanë ndjenja të këtilla, që kanë emocione të këtilla, që kanë pasione të këtilla, uroj që të vetëdijsohen edhe të kuptojnë që është e turpshme të merresh me fenomene të këtilla. Le të jetë ky Rushan Selko një shembull se si duhet të veprojnë të tjerët, të cilët duan të bëjnë krime të këtilla ndaj një fëmie. Unë dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë ngjarje dhe si e komentoni deri më tani.